Nomi, po jo them. Me gëzimin e fitores ju vallai. Kush ka për fitoren? Po çfarë nami tjetër? Nomi do ketë arrestime, do ketë spastrime. Po. S'besojshi ty. Jo po si kap, jo po si fut mren. Ku të shkoni tash? Ore tani që kaloi lumin ai. Nuk është muhabeti e tyre, po kush e meriton do bëj të veni caktum. Po se para zgjedhjeve nuk e meritoni njeri. Kishte probleme me përkthimet e lëma, mos u bolle ti kështu ignorante, burri dhe të kam respekt për ty. Sa u përkthin gjonat kajtëlisht ne? Po shko drejtësia në vend vet. Po mirë. Edhe çfarë problemi ke? Po nami po ka problem të modhere. Çfarë problemi? Po burgjit e tona gjithë, një 6-7 dhoma vipa ka, janë kështu me hidro me masazhe me gjona kështu. Ju keni halë se nuk janë mjaftueshëm. Nuk dalin për të gjithë E ne këto i kanë ta, jo ky Lir Beqa, jo Likja, jo Lali. Këta e meritojnë, këta janë bosa. Po tash ka problem se ku do t'i fusin ta tjerët, bilet Lir Beqa. Ka 2 dhoma bashkë, ka bosi tip dupleksi se oj gjatë nuk e marr dhomë. Meriton ai se na çoj kokën. Ka sterilizuar gjithë Shqipërinë. Pa di që luksi është atyre. Sa që Lir Beqa nuk pranoi as të gjykimin e shkurtum. Nuk donte ti ulej dënimin. Po që thuam se na aty ku shkoj. Po e ka zon hallit mollin. Pse? Po thot po nxora këta që ti heq do më ti heq ka dhoma VIP, do fillojnë të tregojnë, do flasin. Po mos tu jap aty ne që do arrestohen. Ata janë ne më të rëndësishëm se këta, e ne nuk do më ndihmojnë më. Se ndihmojnë po. Si t'ja bëj? Po do të hapin ai burg tjetër Ka kostot modhe. Po. Ka vriti menjen, me no, biri mujt me kokë, ripa gjum. Shkreti. Ç'do bëj? Wallahi me këto halle. E ka gjetë zgjidhjen apo? Nuk po e gjetë si fillim, masani tha po futemi herë ka dhome meditimit. Dhomë meditimit. Se ka dhëmë meditimit. Që flet tyre. Personale kështu? Kush atyre sa kalohat të kopshin e edhen që zbreta të shkallë spirale? Ke shkallë Te spirale. kryeministria ke Sa fjalë. kalo dhomën e Kaluçit? A dhoma trëndafileve? Po. Që pjet verën ai që ka thonë Lir Beqe. 30.000 euro. Ameta jore. Ky, mena meta ja vllazë na bo, mena Lir Beqa. Ajo vera 30.000 euro. Ama 30.000 euro, sa kemi 8 euro të keni mirën. Ore, pi verë që të thellë menimet dhe vlla, çfarë rëndësi e ka vlerë? Duhet të si kreativitetin. Po dhe Përball, oj, dhom që ka i derball babi. Po, e ka Aty dhoma e meditimit. Unë nga frikë pyet çka ka brenda dhoma. Të thot vllai tyre se ka se gjë për të pas frikë. Oshi dhom gjysë arsin, që ka i vask, me vaska e për të futur në shkum, me ca qiri aromatik. Tip hamami, kështu tip kështu gjë. A në u futi modhe, aty ato menuet tu los me rosak aty në bashkum. Të frymëzoj, se aty frymëzohet besoj. Aty është frymëzuar për pensionet, për ngritjen e rrogave. Për këtë taksën e re që futi tash. Aty i ka gjitha dyqe. Pas mena. E ne kur t'ja jep shefi, eureka! Po partiti forte. Aq forca u tren fuga e tha çe ke shefi tha se na treme. Sa u dias greqisht ta fuga.